Mirëmbrëmje shikues të nderuar, unë jam Krishni Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Një pjesë e madhe e grave në Kosovë nuk trashëgojnë pasurinë e prindërve të tyre. Kjo besohet të jetë edhe arsyeja pse vetëm 16% e pronës në vendin tonë është e regjistruar në emër të grave. Sonte do ju sjellim një ulëmtim i cili tregon për arsyet e heqjes dorë të grave nga e drejta e tyre në trashëgimi. Ulëmtimi fakton se në shumicën e rasteve gruaja është ajo që heq dorë nga një e drejtë, e cila është e garantuar me ligj dhe kushtetutën e vendit tonë. Faktorë si tradita, refuzimi i rrethit për të pranuar një gjendje të re, e cila është e paraparë me ligjet e vendit, janë arsyet të cilat ekspertë e jurist i rëndisin si shkaktar, të cilët i bëjnë gratë të heqin dorë nga trashëgimia. Sipas ligjit, njëri nga proceset më të rëndësishme të bartjes së trashëgimisë është procedura e bartjes së trashëgimisë, procedurë kjo e cila zhvillohet tek noterët e pashtu zhvillohet në gjykatë. Zakonisht, zhvillimi i kësaj procedure është edhe momenti kur gratë vendosin të heqin dorë nga trashëgimia, duke dhënë një deklaratë të thjeshtë e cila sipas ekspertëve është e shtyrë edhe nga faktorë të tjerë jashtë vullnetit të grave. Xhemil Elshani, gjyqtar nga Prizreni, tregon se nga përvoja e tij si gjykatës që merret me rastet e trashëgimisë, janë gratë ato që heqin dorë nga e drejta e tyre. Ai veçon dy arsye kryesore që gratë i japin në gjykatë në momentin kur deklarohen se heqin dorë nga trashëgimia. Cilat janë arsyet më të shpeshta që gratë heqin dorë prej drejtës tyre në trashëgimi? Arsyet që gratë heqin dorë nga drejta e trashëgimisë janë disa, por unë kisha më theksu dy që janë ma kryesore. Është kriju një farë tradite që nga kohërat e kaluara se femra nuk duhet të trashëgojë. Me qenë se femra krijon bashkësinë e re familjare, me atë fakt kanë llogaritur se e njëjta ka rregulluar edhe çështjen e ekonomisë së saj. Dhe si arsye tjetër është që e njëjta mos t'i shkëput marrëdhëniet apo lidhjet familjare me familjen e saj, nëse do të vjen deri te marrja e trashëgimisë, atëherë konsiderohet se e njëjta automatikisht duhet t'i shkëputë edhe lidhjet familjare me familjen e saj. A këto janë dy arsyet kryesore të cilat po i cekni ju? Këto janë dy nga arsyet që janë më kryesore, mund të ketë edhe arsyet e tjera, por në praktik arsyet e tjera ne nuk kemi mund të hasim, me qenë se mund të konsiderohet se mund të ketë, por nuk kemi has në ndonjë arsye tjetër. Po kur i pyesni gratë në seanca gjyqësore që cila është arsyeja pse po heq dorë prej drejtës trashëgimi, cili është reagimi i tyre? Reagimi i tyre është sepse nuk ato në disa raste edhe në fare nuk kanë dëshirë që t'ju parashtrojmë atë pyetje, sepse dojnë me çdo kusht mos me i shkëput lidhjet familjare me vllazërit respektivisht motrarët e tyre. Domethënë praktikisht nuk janë të interesuara që të marrin pjesët e tyre për shkak se don t'i ruajnë lidhjet e tyre familjare të vjetra. Avokati Safet Voca shpjegon se çështja e heqjes dorë nga e drejta trashëgimisë ndërlidhet me mentalitetin në shoqërinë tonë. Ai thekson se pikërisht tek trashëgimia kemi edhe rastet më të rënda të shkeljes së të drejtave të njerëzit. Kjo më tepër është çështje edhe mentalitetit, çështje edhe e vetdijes, sepse domon lëmia ku më shumti ka pas celoshe edhe ka pas probleme dhe natyrisht ndoshta më shumë janë shkel drejtat e njerëzit, në këtë rast drejtat e femrave, është pikërisht lëmia e trashëgimisë. Mirë, po vrejet, domethënë i përparim këtë drejtim, megjithatë ka nevojë me bëj shumë më shumë, sepse faktikisht po e them përsëri, është më tepër çështje e vetdijes, është çështje e mentalitetit, për shkak se e dim domosdoshmë që ne në të kaluar nuk e kemi pas, them ashtu një traditë që me u respektue ky segment i drejtave të njerëzit, sepse para së gjithash është fjala për drejta njerëzit dhe për drejta elementare që ka të bëjë me pronën. Kushtrim Kaloshi nga OTRC thotë se shumë hallka dhe mekanizma në të gjitha institucionet dhe mekanizmat ligjore nuk janë duke funksionuar, apo nuk shfrytëzohen nga vetë gratë. Ai thotë se nuk ka ndonjë analizë të saktë se cilat janë arsyet që gratë heqin dorë nga e drejta në trashëgimi. Zotni Kaloshi, a ka përmirësim sa i përket trashëgimisë të dy gjinit në Kosovë? Aktualisht, ne jemi në zbatim të një programi të financuar nga USAID-i,
angazhimi për barazi, i cili një prej komponenteve të saj ka edhe çështjen e trashëgimisë pronësore në veçanti të grave, dhe angazhimet tona gjatë kësaj periudhe në bashkëpunim me disa organizata jo qeveritare partnere, të cilat aktualisht janë angazhuar në këtë çështje, na kanë ndihmuar që të kemi një lloj pasqyre, edhe ndoshta jo shumë të thellë rreth kësaj çështje, sidomos te trajtimi i barabartë i gjinive, të dy gjinive në çështjet e trashëgimisë dhe në veçanti te mekanizmat ligjor ekzistues, të cilat po përdoren aktualisht nga femrat në veçanti dhe që mund të përdoren më shumë për adresimin, ndoshta edhe për realizimin e drejtave tyre që i takojnë me ligj. Ka shumë çka që mund të përdoret dhe që nuk po përdoret realisht në gjitha hallkat e zinxhirit të mekanizmave prej në niveli lokal e deri atje, që mund të përdoren dhe që femrat të sigurojnë të realizojnë një drejtë që i takon me ligj, atë të trashëgimisë, duke pamundsuar në një farë mënyrë edhe atë fenomen që po ndodh rëndom në Kosovë te mshehja e dëshmitareve, që në shumicën e rasteve janë dëshmitare femra, që ndodhin në disa raste me qëllim dhe në disa raste ndoshta edhe për shkak të neglizhencës së vetë zyrtarëve në nivele lokale, të komunat po të tjerë. Në të eri nga Prishtina, Isa Akademi ka një shpjegim interesant për arsyet pse gratë heqin dorë nga trashëgimia. Në bazë të përvojës tuaj si notar, a keni raste të shpeshta ku të palët heqin dorë nga kjo e drejtë e tyre? Po, kemi raste për shkak se njerëzit apo trashëgimtarët hekun dorë për shkak të mos interesimit për atë pjesë të trashëgimisë për të cilën nuk ka ndonjë interes ekonomik, siç është rasti i trashëgimit ndonjë toke apo pasurie në pjesën rurale, e cila vetëm sa i krijon shpenzime kur fartardhësh nuk i siguron. Kemi raste për shkak të traditës apo mentalitetit që mbretëron këtë pjesë të Ballkanit, që parafërsisht të njëjtën traditë kanë edhe popujt përreth nesh, siç janë malazezët, serbët, maqedonët e të tjerë, kur hekun dorë dhe nuk dojnë nga gjinia atë pasuri ta çojnë te burri i vet. Kush heq dorë më shumë? Janë burrat ata që heqin dorë nga drejta në trashëgimi apo gratë? Moj me thonë që s'kem ndonjë statistikë për afërt sakët, për arsye se është parafërsisht e njëjtë, edhe qëllimi dhe interesi është i njëjtë. Ndoshta në një përqindje të lehtë femrat prinë me hekjen dorë nga trashëgimia. Profesori universitar Abdullah Aliu është marrë me studimin e të drejtave të trashëgimisë në shoqërinë tonë. Nga ulëmtimet disa vjeçare shkencore, Aliu jep disa shpjegime për arsyet pse gratë refuzojnë trashëgiminë. Përkundër asaj se në Kosovë legjislacioni pozitiv, pra i drejtës familjare dhe trashëgimore, janë kryesisht kanë garantuar 100% barazinë e burrit dhe gruas. Këtë bazë kemi edhe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Prapë se prapë, ko pas kohë ne po akuzohemi përmes organizatave qeveritare dhe në parë, se mund të ndodhë që krijohet një lloj pabarazie midis gjinisë femërore dhe asaj mashkullore, lidhur me çështjen e drejtave pronësore, në veçanti me rastin e trashëgimisë. Nuk mohohet fakti se në Kosovë, instituti i heqjes dorës nga trashëgimia është kryesisht ndodh nga radha e gjinisë femërore. Fakti i të drejtës të hek dorë nga trashëgimia na krijon menjëherë një pabarazi ekonomike përkundër asaj që ligji garanton barazi të plot pronësore. Ky fenomen në Kosovë, për dallim prej vendeve të tjera, është një lashtësie më të hershme, për shkak se ne edhe në kohën e drejtës, themin e drejtës zakonore, gjithmonë është hek dorë, gjinia femërore nuk ka pas drejt trashëgimie, edhe kështu që faktikisht pasuria ka me te familja e prindit, ndërsa gruaja si e tillë është llogarisë e ka me jetu në një familje tjetër ku merr. Mirë, po kjo emet e ngritjes tonë, kishim me thënë civilizimit tonë në drejtimin e barazisë ose trashëgimisë barabartë,
po më duket se po i vije fundi. I vije fundi në disa shkallë sepse është rrit kërkesa e trashëgimisë edhe nga ana e gjinisë femërore. Pra, shkriu një klim që të kërkojsh trashëgimi, ajo që takon nga prindi trashëgim lënës, është diçka që si diçka shumë normale. Pyetja jonë është pse ka ardhur deri te kjo? Ju e dini se ne kemi jetuar në disa rrethana të veçanta, e ato kanë qenë jeta e largët të gjinisë femërore ku ka shkuar gjini dhe thotë, kanë ndi nevojë të madhe që ko pas kohet vije në të vëllezërit ose të familja nga e cila do të ishte trashëgimtare, edhe për mbrojtjen e një balansit ndoshta familjar, ajo ka ndodhur që shpesh herë kanë heq dorë. Mandej është krijuar edhe një mentalitet në Kosovë se vajza është rregull me heq dorë, kështu që edhe vëllezërit nuk janë ata që e promovojnë detyrimin e motrës që të marrë trashëgimi. Do të ishte mirë që të dipalët edhe motra dhe vëllezërit të ngriten në nivelin e mjaftueshëm që pasuria e prindit le të konsiderohet pasuria të dyve me rastin e trashëgimisë. Nëse do të kishim një mekanizëm ku gruaja do të trashëgonte pa problem dhe nuk do të prishin marrëdhëniet familjare, do të rritej kërkesa për barazi gjinore edhe në rastin e trashëgimisë. Pra do të respektohej neni i trashëgimisë për të dy bashkët. O cili kishte me qenë ai mekanizëm, qysh kishim mujt me arrit këto? Ne edhe me rastin e ligjit për trashëgimi që kemi prunë para disa vite që ka qenë, kemi insistuar që të bëhet një prej mundësive që kjo çështje të ndërpritet, se na ndihmon edhe në barazi. Ishte kërkesa jonë që të ndalohet heqja dorë trashëgimisë. Por këtë nuk e kam pranu vetëm faktin se nëse lidhet një kontratë para se me vdek trashëgimlonsi, për heqje dorë nga trashëgimia, konsiderohet nule. Tash ide tjera nëse nuk do të mundemi me hek tërsi këtë institut Spaku për një 10 vjet të ardhshme në Kosovë, mendohet që në seancën e trashëgimisë të organizohet një seancë para përgatitore, të njoftohen anëtarët e familjes pra në rend parë të gjinisë femërore, çka nënkupton fjala heqjes dorë nga trashëgimia. Edhe shpresojmë se nëse do të ketë një procedurë paraprake, kjo procedura paraprake do të ndihmojë edhe në nivelin e të kuptuarit të heqjes dorës nga trashëgimia. Për shkak se procedura jonë trashëgimore është aq e thjesht sa me 2 fjalë kur vjen para gjyqtarit, pyetja e gjyqtarit është a pranoni apo heqni dorë nga trashëgimia, edhe në rrethin familjar ashtu si është i tillë, shpesh herë, domethënë ose mos them shumë herë, deklarohen për heqje dorë nga trashëgimia. Të hequri dorë nga trashëgimia, domethënë është një deklarim i shumë i vullnetit, i cili nuk mund të tërhiqet prapë. Domethënë sepse ai si të deklarohet një herë, nuk mundet me thonë mas një kohë me thonë jo, përveç kur ai bëhet me dhunë, me mashtrim e me radhë. Sipas të dhënave kadastrale në Kosovë, vetëm 16% e pronës është regjistruar në emër të grave. Në Kosovë, është i njohur edhe fakti se gratë në numër të vogël kërkojnë në gjykatë realizimin e të drejtës së tyre për trashëgimi. Nga një hulumtim i bën nga emisioni ynë, nga janari 2015 deri në majin 2016 në gjykatat e Kosovës kanë pranuar vetëm 15 raste në të cilat janë përfshirë gratë në trashëgimi. Përjashtuar këto, gjykatën themelore në Prishtinë dhe atë të Mitrovicës, të cilat nuk kanë ofruar përgjigje për numrin e saktë të rasteve të trashëgimisë. Ndryshe nga Prishtina, 5 gjykatet e tjera themelore në vend e kanë bërë ndarjen e numrit të rasteve të trashëgimisë pronësore të gratë. Në këto gjykata, numri i rasteve është si me poshtë. Në Prizren, 6 raste. Në Ferizaj, po ashtu 6 raste. Në Pej, 1 rast. Në Gjilan, 1 rast. Dhe në Gjakov, 1 rast. Heqja dorë nga trashëgimia nga ana e grave dallon nga qyteti në qytet, e po ashtu nga masa pasurore e cila trashëgohet. Ka dallim mes zonave prej Kavin Palt, zonave rurale me ato urbane? Dallimet në këtë drejtim ka, sa i përket Prizrenit, qytetarët, apo si më thënë trashëgimtarët ligjor të gjinisë femër në qytetin e Prizrenit, kryesisht qytetarët e vjetër, shumica e marrin pjesën e tyre ligjore që ju takon. Ndërsa nga zonat ose nga fshatrat, zakonisht është
një dallim i madh që nga fshatrat trashëgimtare të ligjore nuk e marrin pjesën e tyre ligjore. Ka dallime sepse janë ato dy arsyet që përmendëm më lart, nëse do të vjen në shprehje marrja e trashëgimisë së trashëgimtares të gjinisë femër, atëherë automatikisht thamë se do të konsiderohet se e njëjta duhet t'i prish marrëdhëniet familjare me familjen e saj. Duhet t'i shkëput për arsye se shkak ka me qenë gjithmonë marrja e trashëgimit, e pjesës së saj trashëgimore. Ka të bëjë kjo edhe me të drejtën zakonore? Ka të bëjë edhe me drejtën zakonore, edhe me të drejtën e shariatit, edhe me ndikimet tjera të situatës të kaluarës tonë e tjera. Unë moj me kompetencë me folë për këto vite që punojmë si notar, se heqja dorë bëhet kryekpot në bazë të vullnetit të lirë të pjesëmarrësit në trashëgimi. Pa ndikim, ose ndaj forcë, mashtrim apo ndaj dhunë. Prandaj kryesisht bëhet për shkak se si përmena ma parë traditës, ku edhe burri nuk dëshiron që bashkëshortja ati ta merr pjesën e trashëgimisë dhe ta bartë tek ai për shkak të mentalitetit vendor. E dyta, interesi ekonomik nuk është i levërdishëm. Aty ku ka interes marrin pjesë, siç është për shembull tokën ndërtimore në komunën katastralit Prishtinës, kryesisht marrin pjesë edhe Ka dallim mes zonës urbane dhe... Ka dallim se ku ka interes marrin pjesë trashëgimi. E treta është se realizimi një të drejtë gjithsesi kushton edhe obligime. Ashtu që po nëse e merr një trashëgimi e cila nuk ka ndonjë interes ekonomik, ai do t'i hup privilegjet të cilat do t'i gëzonte si personi i cili nuk posedon kurfar pasurie. Për shembull, përparësia në punësimin, përparësia në realizimin e ndihmave sociale, përparësia për mos të paguaj tatimin pronë. Neve jemi sot nuk ka tatim në toka, por së shpejti besoj që do të tatimohen edhe paligjshmëri tokat, prandaj askush nuk don që për një pasuri të cilën nuk e shfrytëzon, është 20-30 kilometra larg prej vendbanimit qytetit ku ai banon, nuk ka interes që të paguajë tatim dhe mos ta shfrytëzoj. Profesori universitar Abdullah Aliu thot se dallimet nga qyteti në fshat lidhur me heqjen dorë nga trashëgimia, si në rajonin e qytetit të Prizrenit, kryesisht i atribuohen të drejtës së shariatit dhe jo e mallësipimit shoqëror. Në Kosovë kemi disa vende ku edhe përkundër kësaj faktit janë disa qytete ku mas shumti kërkojnë pjesën e trashëgimisë, gjenia femërore. Bie fjala Prizreni prin Kosovë, por Prizreni nuk prin për shkak civilizimit nga aspekti i gjenisë femërore, po ajo mbi gjitha është ka mbështetje në të drejtën e shariatit. E drejta e shariatit ka qenë më e fuqishme në dhënien e pjesës trashëgimore, domethënë femrën e ka quajtur si i ka dhënë të drejtë në trashëgimi, jo në pjesë barabartë me burrat, por kryesisht ato kanë pas drejtë trashëgimie, edhe gjithmonë është dhënë pjesë e pasurisë. Prandaj ajo mentaliteti i Prizrenit është mentaliteti të drejtës së shariatit, jo mentaliteti i ngritjes mjaftueshme në barazinë gjinore. Profesor, e përmendëm Prizreni që na thatë që më shumë është ndikimi i shariatit se sa i ligjit apo edhe i të drejtës zakonore, në këtë rast kanunit. Ka regione në Kosovë ku ende po aplikohet kanuni, e cili e ka mohuar të drejtën trashëgimisë gruas. Për ne në Kosovë do të ishte shumë e papranueshme që të ketë pjesë të territorit të Kosovës ku ende respektohet kjo rregull. Pra, edhe ne duhet të ishim të alarmuar nëse ka raste të tilla. Po ne mendojmë se lidhur me çështjet trashëgimisë edhe me çështjet drejtës familjare, jemi në avantazh tash për shumë çështje të caktuara. Të kuptohemi edhe një herë, shpesh herë flitet se gruaja në familjen shqiptare, domethënë ka qenë e lanë tanësh.
përkundrazi ai ka respektin më të madh familje, përkundrazi për disa elemente tjera që e largojnë gjenin, mendoj gruan familjes si tillë. Por respektin e ka edhe në bazë drejtës vjetër që themi ne, edhe në bazë drejtës tonë bashkëkohore, tash kemi vetëm barazinë e saj. Kemi pjesën e edukagjinit që kryesisht është më e shprehur në kjo çështja kanunit. Edhe sa i përket çështës së trashëgimisë. Unë si njëri kështu që merrem me këtë pushë nuk do të kisha dashur pranoj se sot ende kësaj dite në Kosovë ka ndikim e drejta zakonore në çështjen e barazisë gjinore. Këtë ne duhet ta flakim dhe duhet të jemi gjithë të dishëm se ajo vetëm na shkon mbrapa. Edhe një herë po them, një zhvillim, një begati e gjinisë femërore. Ajo do të ndikojë edhe në zhvillimin e Kosovës për shumë aspekte, pra në shkollim, në ekonomi, në rritje të fëmijëve, gjitha do të jenë pozitive. Sepse familja atje do të ishte e plot. Tash për tash kemi gjysmë familje. Një në anë mendon, tjetra palë nuk mendon fare për zhvillimin e asaj familjes e për zhvillimin e ekonomisë. Nuk është e lehtë që të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës, si në zona rurale si në urbane, sepse e dim mentalitetin, e dim pak a shumë traditën, e dim ndikimin patriarkal që kemi aktualisht në shoqërinë kosovare. Është jo e lehtë të ndodhë menjëherë, po megjithatë ka një avancim, ka një progres. Edhe kjo na bën neve me shpresu që dikush duhet ta fillojë një herë, mandej të tjerët e marrin si model dhe si shembull, edhe është e mundshme. Kemi raste që trashëgimia është bartë te dy fëmijë, edhe te djali edhe te vajza në mënyrë barabartë, edhe pas një telashe, edhe është kuptuar mirë edhe prej rrethit, është kuptuar mirë edhe prej familjes, edhe ligjërisht edhe proceduralisht ka qenë e mundur edhe është e mundur, pse mos të praktikohet më shumë e më shumë. Sipas profesor Aliut, fakti që pasuria e regjistruar në emër të grave apo të në bashkëpronësi është mjaft e ulët, nuk e përjashton të drejtën e gruas që të jetë e barabartë me burrin. Ai përmend edhe faktet kur burri ndikon direkt tek bashkëshortja që ajo të heq dorë nga e drejta e saj në pasuri tek pasuria e prindërve të saj. Profesor, përkundër këtyre që po na i thoni, niveli apo përqindja e pronës që është regjistruar në emër të gjinisë femërore në Kosovë është mjaft e ulët. Tu keni plotësisht të drejtë se ne në Kosovë shumica ne kemi pronësinë të regjistruar në emër zakonisht burrave thuhet. Ne kemi bërë një dispozita ligjore thotë se edhe nëse është regjistruar pronësia në emër të njëjtit, ajo që është fituar me punën e përbashkët gjatë martesës, konsiderohet se është e të dyve. Kështu që nuk ka pengesa ligjore edhe pse shkruan në emër të njëjtit. Tash kemi një ligj tjetër për barazisë gjinore që na involvon ose na kërkon që mos do ta regjistrojmë në emër të dyve. Fakti se është në emër të njëjtit nuk e prish shumë pa barazinë atë, nuk do të thotë se ka ndikim, po mundet të keq përdoret nga pala tjetër. Ku vjen deri te keqpërdorimi i kësaj të drejtë? Shumë herë në rastin kur vdes trashëgimlansi, nëse pasuria e tij është është në emër të tij vetëm të njëjtit, atëherë kur hapet trashëgimia, bashkëshortja e tij nuk e kërkon pjesën e vet që do t'i kishte taku sikur të ishte ai gjallë dhe të ishte nda pronësia e përbashkët e qymë ne. Por e drejt për drejt e pranon si krejt masën trashëgimore, për shkak se ndan me fëmijët e vet, e pranon edhe pjesën e vet që të jetë pjesë e trashëgimisë. Nuk dhe jemi qartë, domethënë kur e kemi pronësinë e përbashkët, para se të bëhet trashëgimia pas vdekjes, njëherë duhet munda çka është e burrit, nga ajo pasuri e përbashkët, edhe çka është e gruas. Ajo e gruas nuk hin pjesë trashëgimore, gruaja ka me mbajt veç, ndërsa vetëm pjesa e burrit, pjesa e pronësia e burrit, ajo do të ishte pjesë e trashëgimisë. Kështu që gruaja do të kishte edhe pjesën e vet veç, edhe plus do të kishte pjesën e trashëgimisë me fëmijët në mënyrë barabartë. Mënyra e jetuarit tash në Kosovë, me rregullimin e rrugëve, me punësimin e vajzave, me krimin, krijohet një pavarësi që ajo mundet të marrë gjatë ditës, me pi një kafe, me hangër një drekë dhe më kthi prapë shqiptet. Nuk ka më nevojë të rije një javë ditës e më tepër, edhe nëse dëdojë antarëve nuk mundet me realizu këtë dëshirë, edhe nëse ka të vllaun e mirë ose antarët e familjes shumë të mira. Kjo do të jetë një element shumë i fuqishëm që shkojmë drejt barazisë edhe në rastin e trashëgimisë. Profesor, ka dhe raste kur vetë bashkëshorti nuk e lejon bashkëshortën që të merr hisën tek prindi, tek baba? Në Kosovë nuk përjashtohet mundësia që të ketë ndikime dhe bashkëshorti, duke mbajtur edhe ai një evidencë për llogari për punët e veta të ardhshme, por edhe për krenarinë e vet se ne nuk kemi nevojë të marrim pasuri prej kërkujt. Unë mendoj se këtu gjenia vajza ose gruaja, ajo që është që vendos, do duhet të ishte pavarur edhe nga burri, edhe nga vëllezërit dhe të merr. Një burr ose një vëlla do të ishte nesër i lumtur nëse një motor ose një bashkëshorti e tij me atë kapital që ka trashëguar mundet me ecë shumë përpara. Kështu që ne
kemi domosdoshmëri edhe në nivel të Kosovës që ta fuqizojmë ekonomikisht femrën, që edhe pjesa e saj tjetë element i zhvillimit ekonomik. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra për sonte. Ne mbesim me shpresën që gratë në Kosovë nuk do e përjashtojnë veten nga një e drejtë themelore e tyre siç është e drejta në trashëgimi. Ju mund të na shkruani në kallzo.com. Unë tani po ju lë me rubrikën Policia dhe deri të premten e ardhshme nga unë Krishtin Gashi. Mos e shkeni ligjin. Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Jemi njësit të përretimin e kontrabandës në regionin e Mitrovicës. Në pas të rrugëve operative ke marrë një informatë që një kamion i madh e ka një rezervuar të modifikuar, dyshohet që ka derivatet naftës, edhe veç të presim daljen e tij. Kamionin e madh që kena po, jem djegja tina në përcjellje. Njësia tangos për brajnë dhja një zera, veç afer jusha një 200 metra. Dë bidona i ko. Përcjellet kamionet në fjalë në terminalin doganor. Siç po shihet në bazë të informatës që patëm më herët, ka rezultuar që informata është e saktë. E kena ndol kamionin së bashku me njësinë e trafikut, ka ardhur njësia doganës edhe ky kamion shkon veç në terminal doganor ku atje tash i kryen procedurat doganore. Po shihet veç që në ofer terminalit doganor, kamione veç do të vendoset atë në parking terminalit doganor edhe zyrtarët doganor do të merren me procedura tjera administrative dhe çka po nevojë.